Në fakt, çfarë ndjesi ishte kur Ania preku oqeanin pacor, kur u kthyen? Pa, Ku ishit në ato moment? Ishit në kompani, sepse ishte çike vonë ora 8 me orën këtu të ne pa, 7:10, më skabohem të ishte kosit. Si e ndoqët them atë momentin e uljes në oqeanin paqësor? pa. Të më tha, unë atë moment ishe në shtëpi. Si shtaj këtu ka ana janë e Amerikës, ka rajoni janë ishte pak më vonë se sa ndi në Kaliforni si që ishte. Dhe unë ishe në shtëpi bashkë me familjen e shikojshim live, no, më falë pak, bashkë me dëshak ishe e shikojshim live se familjen nuk e kam këtu në moment, dhe flas pak më vonë për atë. Dhe bisedojshim edhe live me atë punëtarët e firmës. Ishte një lehtësim, mund të them, për shkak se derisa të zbresë kapsula në oqean, mund të ndodhë, çfarë do gjë mund të ndodhë, sidomos hyrja në atmosferë. Për herë ka rrezik, edhe pse janë bërë shumë teste, për herë ka rrezik për shkak të shpejtësisë, për shkak të nxehtësisë, por siç e pam, ndodhi suksesshëm dhe të gjithë kishim një ndjesi lumturie. Të gjithë pushojmë pak, por me njëherë kam filluar tashmë, okay, se çfarë do të bëjmë saktësisht me Artemis Trashin e tjerë e gjaja është. Jo që paka shumë online kanë dalë thuajse materialet se cili ishte misioni konkret i Artemis 2-shit. Juve thatë që keni 4 vjetë që punoni në këtë projekt. Paka shumë ju e dinit se cili ishte arsyeja e këtij fluturimi për rreth hënës. Po themi misionit. Unë e ceka pak më lartë, po mund të na rendisish, po themi në pikat përgjithshme se cili ishte misioni konkret i Artemis 2-shit, duke qenë që jeni po themi në brendësi dhe keni punu për këtë projekt. Po, sa mundet, pa problem. Do më thënë, Artemis Nishi, sot të shkoj pak hap më para, Artemis Nishi ishte një projekt ku e krijuan pikëpari një anije kozmike, do më thënë shumë e ngjashme me këtë anije kozmike që marri pjesë në Artemis 2-shin. Por kur e bën testin e asaj anijes kozmike në Artemis 1, e bën pa njerëz, pa astronaut, dhe vetëm pak e qitën jashtë atmosferës tokës dhe fkien prapë. Do më thënë, jo, ishte fazë e parë. Për fazën e dytë, misioni ishte që astronautët të jenë pjesëmarrës në këtë orajen, dhe më thënë të hungjen në kapsulën dhe do të fillojnë rrugtimin përreth hënës. Edhe si që the, do më thënë vetëm e bën përreth hënës, nuk janë dalë në hënë, ajo do të jetë fazat në vijim. Dhe qëllimi kryesor është për të bërë testimin e orajen, do më thënë sistemeve të orajen, sistemeve operacionive të orajen, se si funksionojnë në hapësirë të thellë, do më thënë jashtë tokës.